Ibrahimi a.s. e mori familjen e tij, pra Haxherën dhe djalin e saj Ismailin, edhe e dërgoi në një luginë ghairi dhi zara', që nuk është tokë pjellore. Ajo ishte Mekja e bekuar. Për nga Egjipti, Ibrahimi a.s. e merr gruan e tij Haxherën dhe bashkë me djalin e saj Ismailin dhe i len ata në një tokë jo pjellore, në kodra dhe kodrina që janë prej gurit. Dhe Ibrahimi a.s. kthehet për në Egjipt. Dhe shkon Haxheri a.s. dhe e kapën prej pas dhe i thotë: "O Ibrahim, pse je duke na lanë?" Ibrahimi nuk jep përgjigje. Derisa në një moment i thotë: "O Ibrahim, a është urdhëri, a është mendimi yt, dëshira yt dhe vullneti yt, apo është urdhër prej Allahu xhelle xhelalu?" Në këtë rast Ibrahimi a.s. i kthehet dhe i thotë: "Bel amarani Allahu bidhalik." O Haxhere, por më ka urdhëruar Allahu me të. Atëherë Haxheri a.s. i thot: "Idhhab idha lan yudayyi'ana Allah." Shko se nuk do të na humbën Allah. O Ibrahim, të ka urdhëruar Allahu xhelle xhelalu që ne të qëndrojmë në këtë vend, në këtë tokë jo pjellore. Shko, nuk është problem. Se nuk do të na humbën Allahu te bareke ve teala. Shihni ju vëllezër dorëzimin, ha? Shihni zemrën e shëndosh dhe në shtrimin e plot karshi Allahut azza wa jall. O, është urdhëri i Allahut, na mjafton. Andaj ju robërt Allah shpeshherë përmendi, më shumë se 80 herë në Kur'an Allahu thot falni namazin. Dhe ne themi që kemi zemra të shëndosha dhe nuk i nënshtrohemi Allahu në këtë urdhër të Zotit xhallahu ala. E Haxherës alayha salatu wasalam i mjaftonte vetëm që Ibrahimi i thot: "O Haxhere, kjo është urdhri i Allahut." Tha: "Shko se nuk do të na humbën Allah." Dhe vërtet Allahu nuk e humbi Haxherën dhe nuk e humbi djalin e saj Ismailin. Dhe Allahu xhallahu ala vadhuroi atyre zemzemin, ushqime dhe pije për njerëzit deri në ditën e Kiametit. Allahu ekber. Pra ajo që dëshiroj të tregoj ju vëllezër, kuptimin e drejtë të fjalës së Allahu te bareke ve teala, idja rabbahu biqalbin salim, kur Ibrahimi erdhi Allahu me një zemër të shëndosh. Pra realiteti i zemrës të shëndosh është nënshtrimi i plot karshi urdhave të Allahu te bareke ve teala.